Që është Albin Kurti. Po problem që kjo është Adem Hoxha. Kush problemi sipas teje? Pse po votojnë njerëz me shumicë këto? Po çishtu janë problemet, ai ka ishe. Cilat janë problemet? Në nëse je 7 vjet në pushtet, nuk e bën asnjë gjë për t'ia Kishish kur gjë s'ka. Absolut. Kur gjë s'ka bu. Për pas vizitave me ka bu. Çat kartonin e Gjelbert që se kemi na, kur e kanë paguar ata 15 euro aty, nuk e votojnë Albinin që ka lyp diçka me ti për Mergota, ata kanë lyp Kosovë me rregullu sistemin, no ti dhe mos. Ai ka rregullu sistemin. Ai ka rregullu sistemin. Për ta është drejtimin e duhur. Na s'ka mujt këtu me voshon. Po si thejnë ata se i njohin ata. Ata që kumë qujtë promë që ojë Luk Dukatit edhe fëmijët e fëmijëve tyre që kanë bo miliona. Ende kjo është mendimi. Ka shifar racionin të ndërtuar. Jo, që është e vërteta. Mendësia është mendësia. Mendësia nuk po mujnë me dalë. Mund dhimen që s'po mujnë me dalë. Dhe janë që gjatë që ne që kemi lexuar pak me thoni subjektit, jo rritja fitimin halose për të bërë me qeni vetëshëm. E me orë në studio, e me thonë që hajnë me Luk Dukatit, për mu kjo është absurdi më i madh. Jam plotësisht i vetëdijshëm çka po them. Jam plotësisht i vetëdijshëm për më shumë klishe, për më shumë Dukatit. Ka familje këtu që pe i pushtetit kanë bë pasuni të e pa imagjinueshme sa ka pasuni. Ju s'kam. Ju s'jam. Përmeni emra. Asnjë s'ka. Kush janë ata? Çfarë ne kemi qenë me ty? Çfarë ne ka quar Albin Kurti? Qeverisja aty gjë. Ky është problemi që s'po mujnë me dorë për asaj. Po jo more. Na i patun 2-3 në studio këto dhe i ndëgjova një pjesë të madhe. Neve na duhen për parima e si ky tjetri, si pa themën se. Po jo, ata çfarë mendësia tash janë? Arbeni, është me të mirë. Është me mujt këta dy burra, mrena subjektit që realisht ka bërë shumë për çit vend, me provu, me bind elektoratit që po dolin mbi çati shtrotit mrapsht. Çete kjo mendësia në Olivi. Kjo është ideja. Kush ka qenë gol? Ç'është me mujt në nxjerrje e strit subjekte politike. Ai tash të mendësia, se duhet me se këtë mendësinë e ke bërë temë diskutimi çdo natë, edhe flet për Luk Dukatit të Rësinë. Po janë absurde. Jo, më fal, kjo vofoi si debat. Hajnë me Luk Dukatit. Ko dallimi mendësisë, po ç'ky pushtet, njerëzit i pushtetit u kënaqën të pozu familja